Ky qaj është krejt i ftohtë dhe shtëpia është robuj. Nuk e di çfarë pa djalin im tek ti. Nuk di as të mbash një shtëpi të thjeshtë. Pse nuk the asgjë? Ajo po më ofendonte mu para teje. Ajo është nëna ime. Nuk mund ta mos respektoj duke ju kundërvënë. Thjesht duhet të kesh durim dhe ta durosh. Nuk mund ta mos respektoj. Nuk mund ta mos respektoj. Ai mendon se heshtja e tij është një akt i drejtë i respektit ndaj prindit. Jo. Në realitet, frika e tij po lejon që abuzimi emocional aktiv të ndodhë nën çatinë e tij. Shiko me kujdes. Respektimi i prindërve është një nga urdhrat më të larta në Islam, por drejtësia është themeli i fesë. Ai mendon se mbrojtja e gruas së tij do të thotë të sulmojë nënën e tij, por ai gabon. Ti mund t'i thuash një prindi me respekt, butësi dhe vendosmëri. Nën, të dua, por të lutem mos i fol gruasime në atë mënyrë. Lejimi i padrejtësisë nuk është sabër, është bashkëfajsi. Ndonjëherë, kultura bëhet aq normale sa ndalojmë së vëni në dyshim, derisa diçka na detyron të kthehemi dhe ta rishikojmë. Këtu është momenti për reflektim dhe për të kthyer tek mësimet e Kuranit dhe hadithit, sidomos për burrat që qëndrojnë të heshtur kur gratë e tyre keq trajtohen. Dëgjoj me kujdes. Ti je bariu i familjes tënde. Allahu nuk do ta pyes vetëm gruan tënde për durimin e saj. Ai do të pyes ty për mbrojtjen që i ke dhënë. Mund t'ia puthesh ballin nënës tënde dhe njëkohësisht të mbrosh dinjitetin e gruas tënde. Si mund një bashkëshort të balancojë respektin ndaj prindërve duke mbrojtur partnerin nga trajtimi i padrejtë? Më tregoni në komente. Nëse kjo video të pëlqeu, na ndiq në kanalin ton Limotiv që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Na ndiqni.